Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi me ju, këtu me mua Tirona Lilin, për të ndarë një histori shumë të dhimbshme. Ditën e sotme do të ndajmë rrëfimin e një djalit i cili ka marrë guximin që të tregon një tmerr që po përjeton në jetën e tij. Ai jeton në Zvicër, por nga zona nga ai ku vjen, domethënë, mentaliteti dhe kultura investojnë jashtëzakonisht shumë në martesat e tyre në Flori. Dhe ky djalë ka investuar ashtu si të gjithë miqtë e tij të tjerë. Në momentin që e ka kuptuar të vërtetën, ai është tronditur, domethënë pikërisht një vit e gjysmë pas martese, para se kjo nuse të shkonte në Zvicër, ai e ka zënë këtë vajzën me shokun e tij në vendlindje. Rrëfimi është i tmerrshëm, ai ka marrë guximin që ta tregoj këtë rrëfim, normalisht anonim, por e ka plak në zemër dhe duke e treguar, ai mendon që do i kalon këtë plagën dhe uroj me zemër që ne t'i ndihmojmë. Ai tashmë është në linjë telefonike, mua më dëgjon. Përshëndetje i dashur, faleminderit që je me mua. Përshëndetje, faleminderit ju. Faleminderit shumë. Unë sadopak e shpjegova, domethënë, historinë tënde, por unë dua ta ndëgjoj nga vetë goja juaj këtë ngjarje. E gjithë koha është për ju, i nderuar. Unë jam një djalë prej vendeve shqiptare, mos ta kallëzojmë vendin, prej kuvit. Jetoj në Zvicër që prej 25 vjetësh. Kam punu prej në moshën 16 vjet, edhe kam qenë rob i Zotit të vetes. Në moshën 19 vjet, kështu ta themi, e kam njoftur një vajzë e cila vinte prej qytetit ku kam lindur unë. I lumtur, e njofta në një diskotek shqiptare në Zvicër, këto mbrëmjet shqiptare që bëhen. I lumtur, sepse ishte shqiptare, filluam që të kemi komunikim në fillim si shok. Por gradualisht, filluam që të dashurohemi. Mua më pëlqente shumë, ishte e sjellshme, e kujdesshme, e ëmbël. Në një farë mënyre dinte të bën për vete, e kishte këtë sekretin. Edhe takoheshim, fillimisht një herë takoheshim më pak, pastaj më shpesh fillum të takohemi. Fillum të takohemi 1 vjet, 2 vjet, edhe vendosëm që të bëjmë një lëvizje pak më të gjerë. Do me thënë, mos të rim të dashuruar, por të shkojmë për te i saj, të kalojmë për te i dashurisë. Dhe biseduam me familjet, vendosëm që të fejohemi. Vajza ishte dakord plotësisht, unë isha dakord, edhe u feju. Ishin ditët më të bukura tonat. Fejesën e bëm në vendlindje, familjet u njoftuan, dhe babi e kishte qef se ishte i ri, dëshironte që verën e ardhshme, unë edhe vajza në fjalë të martoheshim, mjaftonte një vit fejes. Dhe unë nuk ja prisha babait, e bëm ashtu. Vajza ra dakord, dhe sipas traditave ne që kemi, unë shkova të punoj më edhe 2 herë më shumë, sepse deri në muajin korrik unë duheshte t'i siguroj tek afër 100.000 euro Flori, që nuk janë pak, janë shumë. Unë puno, i sigurova me të gjithat punë, atë lodhje që po bëja për dasmën, sepse kemi shumë tradita të rënda. Nuk e lija në çdo një muaj pa shkuar në vendlindje që ta takoj atë vajzë, sepse ajo preferoi që atë vit të rije ke nëna e vet, pastaj vitin e ardhshëm të vije ke une. Okej, fillimisht ishin të lumtura ditët. U martuam, erdhi dasma me një herë, u bë dasma më e bukur në qytet, më kanë shkuar gjitha ato 1000 euro. Kur unë në shtator
duheshte të kthehem në Zvicër, ajo mua më tha që unë do ta zgjas edhe një muaj, edhe do të vi tha unë tha ose mes të tetorit, ose mes të nëntorit. Unë i thash në rregull, nuk i veja presione. Kaluan 2 muaj, ajo filloi të sillet shumë e çuditshme me mua. Në telefonata herë ishte, aty herë nuk ishte. Dhe një ditë unë e thrita, ajo më tha të shkoj tha te Kalla, të pitha një çaj. Dhe në rregull, unë e besova. Kur më thriti e motra në telefon, tha, ku është tha për gruan time, thash ka shkuar te Kalla. Jo tha ne jemi te Halla ja 1 orë nuk ka ardhur. Aty lindën dyshimet e para. Por unë nuk e ndoqa, më njëherë vendosëm bashkërisht me familjen. Kur e ndoqëm të 2 familjet, arritëm ta kuptojmë që ajo në të njëjtën kohë kishte krijuar lidhje dashurie me shokun tim, me atë shok që unë e kam njoftuar kur shkova në vendlindje. Për mua ishte vrasje ajo gjë, se unë në përborgje këtu, ajo atje bënte pisliqe që unë nuk i besoja se ajo femër i bën. Vazhduam, shkova, ja thash gjërat, i kërkova divorcin, por sipas ligjit, kuptohet, Florit mi mori, Florit janë të asaj. 100.000 euro. Por tani, familjarët kanë filluar të më kërcenojnë që unë ta marra të përsëri. Se sipas tyre, ajo nuk ka pas faj, por unë s'kam qenë i denjë, nuk kam shkuar kur është dashur, nuk kam shkuar ta vizitoj, ajo ka qenë më së shumti e vetme, edhe duhesh ka tani unë prap ta marr, edhe ta mbys këtë gjë që unë e kam në shpirt. Vendosa ta ndaj anonim, ndoshta familja ime nuk mund ta gjejë përgjigjen. Kjo është një histori por shumë e këto dimshme, njerëz mund ta gjejnë përndjer. përgjigjen. Të marrësh tradhti nga miku jot më i afërt, njeriu që ti beson më së shumti, njeriu me të cilin ti e ndan kohën më gjatë, për mua është tmerri më i madh që mund të kalosh në jetë dhe momenti më i pazakont në fakt që mund ta kalosh në jetë. Unë fillimisht një herë uroj që të marrësh veten dhe të qetësosh veten, sepse njeriu në gjak të nxehtësi mund të bëjë çdo gjë. Por unë them që këtë historikun ta studiosh mirë dhe më në fund normalisht, me patjetër që ti do kërkosh të drejtën tënde, sepse shikoj që qënë ke shumë i mblefosur, nga që ty të është bërë padrejtësia dhe sidomos nga një mik i joti dhe nga njeriu që ti e ke besuar më shumti, që në këtë rast është gruaja. Jam bërë me depresiv. Unë e vuj shumë këtë gjë, sepse Unë të nuk e kam falenderoj shumë prit që prej kësaj vajzës ndave që këtë do ma rrëfim bën. me ne dhe uroj me zemër që të gjesh më të mirën. Të përshëndes. Faleminderit E shumë. pra të dashur miq, do me thënë ju e dëgjuat, këtë ngjarje është një ngjarje e pazakont, por ngjarje që fatkeqësisht në shoqërinë shqiptare ndodhen shumë. Dua që të marr mendimin dhe komentin tuaj për gjithë këtë shkatërim si financiar, emocional dhe shpirtëror që është bërë këtij djali.